itikafi është një sunet i Ramazanit, dhe është vepruar nga ana e Muhamedit alayhis salam fuqishëm. Para mendoni, Muhamedi alayhis salam i ka agjëruar nën Ramazane, 8 prej tyre ka bërë itikaf. Është veçimi apo izolimi me Allahun në një xhami. E tash, kjo bëhet në 10 ditën e fundit, dhe është mirë më bë tan 10 ditë e fundit, po s'poku një ditë ose 2 ditë ose një pjesë ditës, mirë po tash thamë ne jemi në kohë kur angazhimet janë të shumta dhe të shpeshta dhe njerëzit i pengojnë me bëj itikaf, po një lloj itikafit do të më bëj gjithçysh. Ai është itikafi me veten tonë. Ka hi 10 që i fundit, a ka mundësi më bëj disable TikTokut, disable Facebookut, disable disa aplikacioneve që ti me u veçu me Zotin tënd. Edhe pastaj me nol me meditu për jetën tonë, me bën një lloj reflektimi, sepse duhet më të mira. Këto thonë psikologët edhe xhallar, duhet më të mira që i bën njerëz kur nolet në vetmi. Andaj e shohim se pejgamberi sa ibadetin më të madh dhe lutjet më të veçanta i ka bë kur ka qenë në vetmi. Andaj në këtë Ramazan, ndajni kohë për vete. Largoj ato që të pengojnë, bën itikaf shpëtone me veprat që Allahu i don në mënyrë që të rrish të me arrit tek Allahu shumë. Andaj Allahu na itikafi s'u bën xhami, spaku pe aty në çat pengojnë, pe veprave të mira çato koncentroj. Apo lutemi mjaftueshëm në Ramazan. Mendoj se përgjigjja është njëjtë si me koronën. Për fat të keq, sepse tash nëse pyet një besimtar a ke bërë listën e duave, çka kemi lut Zotin këtë Ramazan, po besoj se pa i dëgju pyetjet, shumica kishin thonë valla kisha posef edhe këto dhe ato pse se ka harru që kur vjen Ramazani do të më pos një listë duave.